do presim vetëm 2 minuta ta kësaj radhë, sa të futen dhe vajzat e tjera ose 1 minutë. Yes. Kemi brenda kohës, kështu që pastaj let's go. Yes. Atëre, neve në Eri Business Academy e fillojmë gjithmonë me një fitore. Kush ka një fitore për të treguar? Erlinda. Erlinda, përshëndetje. Kush ka një fitore? Kush ka bënë një shitje sot? Një fitore? Ose edhe jo shitje, vetëm ti je fitore, pa ju vënë siklet. No, fletiri. Flisni vajza, hajde, se kemi kap objektiva sot. Oh, really? Albana Kalemi. Hajde Albana, Elisabeta. Mund t'i bëni unmute mikrofonat? Hajde, Elziana. No? Ti akoma më punë? Se unë jam në punë të ordinatës, edhe për mua ishte shumë i vështirë, po unë ja dola që të mbaj statusin e supervizores. Ja dole, okay, amazing. Really good. Komplimente. Kush ka një tjetër fitore? Nuk e ti do ta ndjekësh nga ftofët aty ku je, ose mund të jetë ngrohtë. Okay, Sara thot një shitje. Mirë mbrëma, thot Besmira. Para ca ditësh një klient më refuzoi porosin, sot më tha ma dërgo. Okay, good. Do bëjmë një kush është gati për role play sot. Role play bëj kështu shenjën role play. Okay, Sara, yes. Ramajeri. Mirë, atëre gjithë 22 veta. Unë kam pasur mundësinë që t'ju njoh personalisht. Me disa nga juve kemi bërë takime one to one, edhe kemi diskutuar cilat ishin problemet, por edhe cilat ishin ambicjet. Pse juve ju pëlqeu Snapi, edhe pse juve përqafuat, dhe pse ju pëlqen liderja, Erisa. Dhe si kjo lloj kompanie mund të ndihmojë juve tek ajo që quhet lifestyle-i i preferuar. Çfarë do të thonë lifestyle-i i preferuar? Je home office, punon me telefon, bën ca lekë të mira edhe mirëpafshim. Ky është modeli biznesi që un kam, është modeli biznesi shumë i mirë, sepse kur ti je online, ti ke 8 miliard banor mundësi zgjedhjeje. Edhe mund të zgjedhësh vetëm ata, leku letër ma. Yes. Mund të zgjedhësh vetëm ata që ti do, që e meritojnë shërbimin tënd. Kurse kur je lokal, ti je i kufizum, se kjo lagja ime kaq ka. Nuk ka mo. Le të shohim inshallah Zoti po vjen ai. Kështu që ky lifestyle-i juaj është vërtet scalable. Scalable do të thotë që ti mund me këto burime që ke mund të shkosh shumë më lart. Kurse një për shembull supermarket ose një market, s'ka ç'a bën ai. Ai është lokalizuar aty dhe ai ka locationin kryesor. Kurse juve me një klik, me aftësinë tuaj bindëse në telefon, me video messaging, jeni komod fare dhe nuk ju duhet që të merreni me gjëra që kanë të bëjnë me lodhje fizike. Kap mallin, çoje. More, ja prit, okay, marrë tjetër çoje. No, është simple. Dhe ajo që më pëlqen më tepër tek puna ime, që jemi kolegë bashkë, sepse jemi në një industri, është që funksionon me takime. Le takim, mirëpafshim. Nuk mund të jesh dot, nuk ke pse të jesh online, nuk mund të jesh dot në kohë reale 24 orë. Se më riku klienti. No. Krijon ca funnel, do flasim për këtë, krijon ca zero rrezikshmëri. Yes, po unë do thoja përveç se zero rrezikshmëri, do thoja edhe mundësi për të fituar shumë. 5.000 euro ishte njëra, nuk e di, du ta ndaj me juve, ishte njëra, ta gjeçi kemrin tash i sekond. Tha, dua të fitoj 5.000 euro në muaj. Kishte shumë që dështë nga 10.000 euro në muaj. Mirë, po kjo që dështë 5.000 euro në muaj, Ela mësesh? Ela? Tha, unë tha, Eri tha, bëra këtë trajnimin me ty, tha, këtë trajnimin falas që i qova me WhatsApp, linku, edhe më tha, unë tha, atë për 5 vjetë, tha, po, Ela, ose Elisabeta, atë për 5 vjetë, tha,
do e bëj tha për ty 2 vjet e gjys. Pra nuk kom se pres 5 vjet me bo 5.000 euro. Bëj trajnimin edhe do ta bëj për më shumë. E tha vetë këtu. Pastaj do t'ju andaj me juve, se sot është edhe dita e vendimeve. Good. Atëre. Elisa, jemi gati, mund të fillojmë? Po, me si po Po. presim. Me zi u presim, good. Atëre, 29 veta, yes, jemi okay. Kushdo që ditë, gjithsesi kjo do të regjistruar edhe neve mund ta mbajmë atje. Atëre, po bëj veten time pinun dhe po bëj një kështu që të jem që gati 200%. Atëre, sot unë dua ta fillojmë një histori time në suksesi personale. Juve dini që unë jam një shitës profesionist, një closer profesionist, që tek portofoli im i shitjeve janë mbi 2 milion euro që i kam bërë vetë, unë vetë, me ekipin tim, patjetër, po unë vetë. Tani, suksesi i radhës është që unë të mburrem dhe të krenohem me njerëzit të cilët bëjnë programin tim. Dhe sot dua të ndaj historinë e Monit. Nuk e di, duket Moni këtu? Moni është një vajzë e cila është një grua, me fëmijë. Animatore cirku dhe ka një kompani e vendesh që bëhet me zbukurime. Dhe dëgjojeni vetë çfarë thotë. 400 euro shitje, kaluam në 12.000 euro shitje. Unë jam Monika, drejtuese e kompanisë Lartë Doreve, çdo njeri që ka pasion kulturë dhe i durë. Dhe pikërisht në këtë moment nuk jenë ndin programi Closer Masterclass, që më dha qashtësi dhe më ndihmoi të gjej drejtimin e duhur për modelin tim të biznesit. 400 euro shitje, kaluam në 12.000 euro shitje. Pra është një kontratë të cilën kemi firmosur së fundit. Faleminderit Eri për gjithë guidën, për sfidat dhe muzikën që ke realizuar të kënd. Por gjatë të vazhduar dhe kontratat e reja për të marrë. Keep going, coach. Moni ishte një njeri shumë, ke parasysh moderatorët në shpirt. Merreshte me evente, me dekore, me gjëra, ishte shumë fani gër. Dhe të bësh të tillë goditje është vërtet jashtëzakonshme. Përveç kësajt, unë arrita që të insistoj pak me Merildën. Merilda është shoqja e klasës së Erisës. Edhe Erisa mund ta kontaktoj vetë. Merilda kishte të njëjtin rezultat si Moni. Merilda ishte kancelari, sepse gjithë çështja që unë them është më mirë se biznesi im funksionon ndryshe, sa unë e kam një çik ndryshe, sa unë jam kështu edhe unë ashtu. Merilda kishte një kancelari të cilën bënte fotokopje printime dhe Merilda bëri Closer Masterclass, Max Bizin. Këtë që unë do t'ju prezantoj sot. Dhe dëgjojni vetë se çfarë thotë. Fakti që unë i marr me këto janë në YouTube janë lehtësisht të identifikueshme. Pra nuk po flasim për njerëz që kanë paguar lek influencer, e ke parasysh ti? Paguajnë një influencer që ti flasin një llaf të mirë për mua, në mënyrë që njerëzit. Jo, janë këto njerëz që kanë konsumuar këtë program edhe kanë pasur rezultate. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Merinda dhe kam një biznes kancelarie. Dëshiroj shumë të ndaj me ju sot historinë time të suksesit me programin Max Biz nga Coach Eri. Gjithçka filloi nga një video në Facebook që më doli rastësisht, e ndoqa me shumë vëmendje dhe më dukej sikur Eri aty po fliste fiks për biznesin tim, për sfidat që unë po hasja, për vështirësitë që po kishim, për të kurrjen që kishte psuar biznesi im, për faktin që po qëndronte në dhënë numëro. Kjo gjë më bëri shumë kurioze, nisa ta ndiqja në YouTube, në Facebook, nisa të ndiqja çdo video që më dilte Eri para. Më për pagesa me 2 këste, këtë kurs e kam filluar trajnimin, ta pranoj që bashkëshorti im u tregua shumë i guximshëm dhe ishte për mua, unë do ta bëja këtë kurs, këtë trajnim dhe aty ndryshoi ose më saktë aty filloi ndryshimi i gjithçkaje për sa i përket biznesit. E kam filluar trajnimin, kam filluar të ndjek videot e para dhe suksesin e parë e kam marrë pas 2 javësh. Pas 2 javësh, pra bënte 5 euro, 3 euro, 5 euro shitje, pas 2 javësh.
më duhet të them diçka që ne ishim një biznes që bënim nga 2-3 euro deri maksimumi 25 euro për klient, dhe kur bësh 25 euro ishte një wow për ne. Dhe sikur se thash, pas 2 javësh trajnim, unë kam bërë marrëveshjen e parë me një klient me vlerë 265 euro. Ishte e imagjinueshme, ishte e pabesueshme. Ndodhi thjesht sepse unë fillova të bëja në zbatim ato gjërat e para që kisha filluar të mësoja nga videot e Erit dhe nga coaching që e kisha javor. Weekly check-in. Çdo javë në vetë Nga komunitet, ne jemi kemi dhe një shumë grup, supportues Erisa ndaj njëri tjetrit dhe shumë mbështetës ndaj njëri tjetrit. Pas 4 javësh, pasoi suksesi radhës. Marrëveshja që erdhi ishte një marrëveshje me një klient me vlerë 5.000 euro, ishte e pabesueshme. E pabesueshme por e vërtet, unë po. Okej? Qa ndodhi? Sepse dua që mos thash. Qa ndodhi? Ndodhi që ishte i njëjti produkt, i njëjti biznes, thjesht mënyra shitëse, mënyra se si u shit kjo gjë, mënyra se si erdhi tek klientët, bëri këtë lloj scale-i. Pra ne nuk po themi që t'ja hedhim klientit, nuk po themi të rrisim shitjet, çmimet, të bëjmë ca gjëra kështu. No, po flasim që këtu ku jemi, me këto mundësi që kemi, me këtë produkt që kemi, me këto klient që kemi, si mund të bëjmë scale, si mund të rritemi. Dhe thelbi është kjo. Këto dy shembuj që ju tregova dhe shumë të tjerë keni në YouTube, keni kollaj fare, janë të prekshëm, që tregojnë të gjithë të njëjtën gjë, që nuk ka lidhje me biznesin. Nuk ka lidhje me produktin. Nuk ka lidhje me klientin. Po ku ka lidhje? Kush e tregon? Me shitsin. Ka lidhje vetëm me shitsin. Me shitsin. Në qoftë se neve kemi shitsin rregull, shitsin strategjia, yes, me nesë e shitsin produktin. Pra, problemi asnjëherë nuk është shteti, qeveria, kompania, shefi, klienti, stafi. Asnjë nga këto. Kush është? Është vetëm vetja jo. Neve kemi 2 role për të marrë. Ose rolin e viktimës, ç'a të bëj? Ja, jam një nën që kam gjithkohës fëmijët, edhe nuk ja dal dot, edhe sa unë nuk iki dot në punë, edhe ose rolin e heroit, edhe ti më shikon se unë e kam dorë, edhe unë mund të arrij që ti mbyll ato shitjet e mia në kushtet e mia, në termet e mia me mundësitë që kam. Dy role, roli viktimës, roli heroit, ti zgjedh. Në qoftë se do të ndihesh hero, thuj e kam unë fajin, e marrën përgjegjësinë, edhe unë do ta zgjidh. Nëse do viktimën, do thush ja ky fat më ra, sa unë jam në Gjermani, se jam unë në Itali, ja këtu në Shqipëri, në Tiranë, është grop fare. Ligjet që janë këtu nuk të lënë, mundësia që unë kam nuk është. Sa për jush janë dakord me këtë që po them unë? Yes, great. Tani, mund të shkruani se cili nga cili qytet jeni? Tirana, Italia, Durrës, Itali, Durrës, Gjermani, Bakam, okay, Dortmund, Gjermani, Librazh, Itali, Berlin, bukur. Juve jeni shembulli tipik, Gjermani, Itali, jeni shembulli tipik që nuk ka lidhje me locationin ku jeni, por ka lidhje me mendësinë tuaj. Greqi, nice, s'kemi nga Greqia. Me mendësinë tuaj se si shisi. Unë kam pas eksperiencën e bankës OTP. Edhe ishte njëra thoshte po gradeci, çfarë bësh ka po gradeci si marrun, s'ka vend fare. Ju Tiranës jeni rregull, se jeni Terezi, po ne shkretët. Ajo kishte problemin e asaj që neve i themi bllokim mendor, sepse thot ata kanë fajin që na lindën. Dhe shkretët po të kishim në New York, ishim bonomi. Kjo është në cilë gabume, dhe ne unë punova me atë gocën, me një nga, jo atë gocën që e tha, me një kolegen e sajtë, edhe vërtetuam që në Pogradec, ajo nga 5.000 euro shkoi në 120.000 euro shitje. E keni në YouTube edhe mund të lëm një takim që të tregoj atë. Pse ju a them këtë, sepse tani ka ardhur momenti që unë të ndaj strategjinë me juve se si neve punuam. Strategjia ka të bëj me atë që neve i themi model biznesi. Nuk e di.
A keni dëgjuar ndonjëherë për këtë koncept çfarë është modeli i biznesit? No? Po, jo. Mund të shkruani në chat. Po ose jo? Jo. Mhm. Jo. Okej, cool. Varet çfarë është. Okej. Jo, okej. Tani, modeli i biznesit, unë po bëj një share screen. Modeli i biznesit ka të bëjë me tregun që ti i shërben. Kujt tregu ti i shërben? Kemi një lloj modeli biznesi i cili është i lodhshëm. Modeli biznesi si plan pune, si të bëhet. No, jo. Je shumë Sara, je shumë informacion aty. No. Modeli i biznesit është në aspektin tonë. Është dy gjëra. Sa klient edhe çfarë çmimi. Kaq. Unë mund të zgjedh modelin e biznesit të Zarës, low cost, Zara, sasia maksimum edhe çmimi ulët, ose mund të zgjedh modelin e Bentleyt, ose të Armanit, sasia e vogël, çmimi i lartë. Po të dy prodhojnë një gjë. Dhe më konkretisht po ju jap kjo është një nga klientët e mi të programit Business and Leadership Builder, është një program një vjeçar që unë e kam, është një klient shumë i fortë, që luan, domethënë është një lojtar i fortë biznesi, është lojtar big guy, po flasim për shifra të mëdha. Okay. Tani, modeli Averex është kompania për cilën neve po flasim, por formula është njësoj, si ajo e bankës, si ajo e dekorit, si kjo e kancelarisë. Modeli i parë i biznesit është që ti mund të marrësh 1 milion klient, ti shesësh nga 1 euro produkt, bën 1 milion euro. Ka në gjë të keqe këtu? Asnjë gjë të keqe. Ti mund të zgjedhësh modelin e dytë. 10.000 klient nga 100 euro bën po i soj. Po 1 milion euro. Modeli i tretë, 100 klient nga 10.000 euro, po 1 milion euro. Modeli 4, modeli 5, është kjo. 1 klient nga 1 milion euro, 1 milion euro. Të 5 këto modelet e biznesit të njëjtën gjë thonë, 1 milion euro. Po puna është se si do t'i marrësh ato bizneset. Do t'i marrësh me 1 milion njerëz, me 10.000 njerëz, apo me 100 njerëz, varet si dush. Në varësi të modelit të biznesit, ti përcakton strategjinë të ambicieve të tua. Unë për shembull kam pyetur shumë nga vajzat tuaja, nga juve i them sa shitje ke? Edhe sa ishi kështu, prit se ne kemi kështu, se ne kemi me komisione, me pik. Dakor do të, po gjua biznesit do të sa euro sheh, çfarë çmimi sheh, sa sheh. Kishte nga 200 euro, kishte nga 0, kishte nga 1.000 euro, 5.000 euro. Loja është pastaj do të them diçka tjetër. Loja është sa shet edhe sa klientëve shet. Ky është modeli i biznesit. Dhe në bazë të kësaj ti përgatitesh në mënyrën se si komunikon. Kujdes, kur flas komunikon, mund të kesh komunikim one to one ose one to many. Në për rrjetet sociale, në për këto trajnimet e biznesit, në për këto mbledhjet që ne po bëjmë bashkë, one to many. Okej? Po e mbyll pak të share screenin. Sa nga juve janë dakord me këtë që unë thash, është për juve apo jo? Të shkruajnë jam dakord. Unë, okej. Jam dakord. Good. Pra, a është kjo për juve? Po, jam dakord. Good. Shumë e bukur pyetja. Cili është modeli më i mirë? Varet se këtë ti do të zgjedhësh, te kush treg ti do të operosh, tek ajo gjëja që ti do të bësh. Neve do flasim personalisht, specifikisht për juve, se ku do të jeni dhe ku do të shkoni. Esmeralda tek pesa, dakord jam unë me ty, po doj çik punë.
Edhe nëse fillon nga pesa, është një ambicion e mirë, por jo cilësi çmim. No, Sara, nuk është cilësi çmim. 2 ose 3 do shumë punë. Shiko, çështja është e tillë që nga nishi veç të fitojnë. Gjithë çështja është kështu që strategjinë e biznesit, modelin e biznesit, neve do ta ndërtojmë bashkë një për një, sepse ka diçka që ka të bëjë me atë që quhet e personalizuar. Në bazë të eksperiencës tënde, bursës tënde e tjerë. Neve i themi social currency, do me thënë monedha online. Në disa nga juve, nuk e di, kam ndarë një video që quhet branding, personal branding. Juve jeni personal branding, juve keni atë fytyrën tuaj, imazhin tuaj, emrin tuaj. Sot juve punoni vetëm emrin. Mendoj që duhet ta filloj modelin nga nishi. Varet se mundet nga, dyshi, të paktën nga dyshi, nga 100 euro. Dhe në momentin që neve po flasim për personal branding, po flasim për një gjë që ka të bëjë me jetëgjatësinë e punës tuaj. Pra, Elziana ka atë audiencën e vet, ato gjërat e veta, ka atë prezencën e vet online. Dhe kjo është më e rëndësishme se sa gjërat e tjera. Disa nga juve kanë ca koncepte të gabuara lidhje me shitjen. Edhe thonë Eri, unë di me shit tot, po më sill klient në sallon, më sill njerëz në inbox. Sa nga juve kanë këtë problemi që s'kam lica, nuk ka njerëz të interesuar. Mund ngjen dorë po, shpresa. Gota, problemi angje po, unë. Yes. Unë kam interesime, po s'po shes gjë. Yes. Ina të të bëj një pyetje. Nëse ti do kishe interesim, këto interesimet do t'i kalonte Erisa, do t'i trajtonte Erisa, po e dua pyetje të sinqert, pa rrena, pa i boqefi njeriu. Nëse këto interesime do t'i trajtonte Erisa, a do shisje më shumë? Po? A jeni dakord gjitha për këtë që tha Ina, Çela? Legët goza janë aty. Janë lumë legët aty. Vetëm thjesht duhet me u pastru shikimin, me qartësu shikimin. Edhe vjen një moment që neve themi, sa lekë që ka aty, po si t'ja bëjmë t'i morim, se duhet me rritë aftësinë, setin e aftësive. Pra, nuk kemi asnjë gjë personale me klientët, kemi çështje personale vetëm me veten tonë. Unë duhet rris setin e aftësive. Shitje, barazi me bindje. Barazi me unë bind kalamajt e mi që të shkojnë në shkollë. Është shitje. Unë bind Enion edhe Melon që të punojnë me mua në kompaninë time. Është shitje. Unë bind Erisën të blej programin Closer Masterclass. Është shitje. Erisa bind ekipin tuaj 340 veta, 340 femra, që të jenë pjesë e ekipit të asaj. Është shitje. Vetëm pas ngatroni diçka, çdo gjë është shitje, everything is shitje. Nëse ti hyn tek ajo që quhet bindje, urdhër, bindje, atëherë është shitje. Nëse do pushtet, është shitje. Çfarë thonë ato politikanët? Mjep votën se do bëj namin. Është shitje. Po liria financiare është lidhje ka. Nuk e bën dot ndryshe. Lirim financiare, jetën e ëndrave, po nuk ditë me shit. Po nuk ditë me thënë se sa i vlefshëm je dhe sa i mirë je dhe sa fitim plurës është bashkëpunimi me ty. Nuk bën dot shitje. Ti do fillosh një punë, nuk bën dot, nuk quhet shitje. Nuk e fillon dot punën nëse ti nuk i thua atij sa i mirë je dhe sa i aftë je për të bërë punë. Kështu që gota, më fal, se unë po kërkoj network marketing që të rris atë numrat e mi. Jam plotësisht dakord me ty. Le t'i kthejmë edhe një herë modelit të biznesit. Ti mund të kesh 100 veta në veten tënde, por nuk shet asnjëri asgjë. Çfarë dreqin i do? Kujt i hyn punë? Biles janë humbje kohë, janë energji e humbur, është gabim, është të tik në vrap, më lej rahat, mik nga jeta ime se më rëndon Facebook-un. Nuk ka që duhen numrat nëse nuk shiten. Më lejoni që t'jap eksperiencën time. Juve e dini vetë te kompania juaj, por unë flas për eksperiencën time. Kam drejtor shitjesh mbi 15 vjet.
kam shit filma, kam shit çfarë dush. Dhe yes Sara. Dhe thelbi nuk është që me zgjeru listën, po thelbi është me zgjeru ata që shesin. Unë më mirë të kem 10 veta që më shesin nga 1.000 euro, 10.000 euro, se sa të kem 100 veta që nuk shet asnjëri. Çi du? Është kosta për mua, pse më harxoj making energy, making focus. Kështu që detyra ime është kjo. Kam këto 10 vetat, hajde të trajnoj, hajde ti bëj sipas modelit tim, kujdes. Unë jam super shitsi në kompaninë time. Edhe bani më gjithçka në çdo kompani, pronari, CEO është shitsi më i mirë në kompani. E dini se këtë? Jo? Okej. Pronari, CEO është shitsi më i mirë, më i madh. Kush është shitsi më i mirë? Shitsi më i mirë është ai që shet më shumë. Mos më thuj jo flas të bukur, jo llafe të bukura, më thuj sa shet, nuk i mor vesh këto llafe të bukura. Jo pas unë e prezantoj shumë bukur produktin. Bullshit, sa shet. Kjo është shitsi më i mirë. Dhe pronari është gjithmonë shitsi më i mirë. Pronari është gjithmonë shitsi më i mirë. Dhe pronari që është shitsi më i mirë, menaxheri shitjes që është shitsi më i mirë, tregon shembullin e vet. Edhe thotë, kjo funksionon te kompania ime. Bëje këtë skriptin, bëj këto gjërat, urdhëro merre, ke për të funksionuar. Nuk pafshim. Marrim Ela Çelën. I thotë Elisa, hajde këtu Ela po. Nëse të shkruajnë këto gjonat, këto njerëzit kështu, shkruaj kështu, bum, ke për të mëlçitjen. Bum, mirupafshim. Vjen Sara, thotë, shiko se klientët e mi më shkruajnë ndryshe. Po thotë Elisa, bëje këtë kështu, bum, u mëlçitje. Pra, it's all about knowledge, all about skills. Dhe unë si krye shitsi, si closeri, unë nuk mund të shes dot më pak se ty për seder. Se s'mund tjetë do të më pak se ty, do më shumë. Sepse jam lideri, dhe pastaj ti më kopjon mua edhe do shesësh dhe disa mua. Të paktën sa fillim, dhe pastaj mund të shesësh më shumë. Sepse ç'është një prioriteti etj. Tani, unë dua t'ju prezantoj, pra, pse është e rëndësishme shitja? E rëndësishme shitja sepse barazi me atë që ti vlen në treg. Askujt nuk i duhet një plak i moçëm, një njeri mençur që është në majt malit atje dhe nuk e njeh njeri. Shit, s'kujt i drejgjin i punë, ai si hyn vetë në punë. Asnjëri nuk do vi të hypi në majt malit të gjej këtë plakun e moçëm të mençur edhe të ta kërkoj. No. Duhet që ti ta shesësh veten, ta tregosh veten pse je i mirë dhe të njerëzit të blejnë. Ky është niveli i tretë. Kështu që prandaj shitja është e rëndësishme sepse e barazi me jetë, me jetën tonë. Si mund të përfitosh ti nga kjo? Mëson 2 gjëra të bukura, mëson 2 gjëra se si të bësh klientin ta blej produktin tënd, jo t'ia shesësh ti. Da, varo, rëzit gjëje. Dhe ti do jesh të kërkojnë, edhe të jenë takime, edhe të flasin me ty, edhe tonë, qafati kam që flas me Sara, qafati kam që ja flas me Esmeralda. Por është all about skills, nuk është që vjen kot, ta vashun ty këtë, nuk mësohet bicikleta, duke parë dikë që je bicikletës. E dini këtë? Pas njëri që je bicikletë, mësova unë bicikletë. Bullshit, duhet t'i hapësh bicikletës. Pra nuk mund bëhesh dot shitës duke parë tjetrin që shet shumë. Nuk është bullshit, duhet të shesësh vetë. Edhe shitja është gjë më e bukur, unë kam pasion, kam një ndër aktivitetet më të bukura të mia është kur takoj klient. E kam argëtim, sepse kënaqem kur ai më kundërshton, kur ai më refuzon, edhe unë di që është ping pong, joking. Ai më thotë, "Shiko se do mendohem." Edhe unë i them, po turp të vjeni, ja, se si them kështu. I them, "Shiko, i dashur prospekt. Do bëjmë role play pastaj, do bëjmë role play." 90% shumica që më thonë do mendohen, nuk e ngrenë më telefonin edhe nuk shkruan më dhe ma lejnë sin. Është më ferë të më thushi jo tashi, në sy, edhe nuk ka asë dhe problemi, është më se e drejt që ti të më thushi jo, po do me ndonë, nuk ta lejoj, sepse është i gjej që unë po hargjej kohë tashi me ty, do të bëj prezantimin e ofertës edhe nuk është ferë. Bim dakord për këtë? Po, thotë e. Atere, fillon loja, edhe a i thot, jo. Sa po a i thot jo, kujdes, sa po a i thot jo, këtu ka fillu shitja. E dini këtë? No? Dhe sa gjera do më thoni mi goca, nëse dëshiro. Dhe pasaj nuk du t'jap shumë informacion se bëjnë një overwhelm.
Tani, dua t'ju prezantoj me Max Bizin. Max Bizi është ai programi që neve kemi folur, Erisa është pjesë e saj, ka 2 javë që është aty. Max Bizi është një program të cilin unë e kam ndërtuar për një starter, nuk është Closer Masterclass. Closer Masterclass është si qesësh 10.000 euro produkt, si qesësh 20.000 euro produkt, si qesësh 2.000 euro produkt, 100.000 euro produkt, është Closer Masterclass. Këtu nuk jeni akoma gati për momentin. Tash Sara Prendi mundet, kush është ajo e Future Home-it? Sara? Yes, mundet, nuk e di. Por, flasim për Snapin, sepse Snapi është ajo që unë dua të fuqizoj Erisën, duke juve, ju joshur juve që të mësoni të shisni në mënyrë që të bëheni të shitse më të mira për veten tuaj dhe për ekipin, sepse kishit një gjë shumë të mirë që e vlerësoj dhe bravo Erisa dhe bravo juve. Nuk bëhet pa skuadër. Bravo ju qoftë. Do me thënë, pa ekip, pa strukturë, nuk bëhet asgjë. Qëse juve thoni, jo, unë jam shitsi mirë, s'mduhet mu kjo, bullshit, wrong, gabim, të duhet patjetër skuadra. Dhe unë dua që të ndihmoj Erisën në rritjen e shitjeve tuaja, në mënyrë që skuadra juaj të rritet. Pa të rritet me shifrat, shkoni 500, shkoni 700, po të shisni. Jo, kështu, s'kom shitë si gjë. Dhe kur duke bërë këtë gjë, neve ju ndihmojmë shumë më tepër. Dhe jemi pa egzageruar më të mirat në step. Yes. Pastaj do shohim rezultatet nëse do pasi neve të bëjmë ca gjëra të bukura. Tani, Max Bizi është ai programi i cili është diçka që unë e kam vendosur për start, si për hyrje, si për antipast, në mënyrë që ti mësosh bazën si të shesësh, si të kuptosh klientin, si ta zbërthesh, si ta lexosh klientin, si ta kuptosh atë, si të bësh pyetje inteligjente. Dhe duke bërë pyetje inteligjente, mund të bësh një prezantim mahnitës. Neve të bëjmë bashkë pletët dhe të tregoj të. Imagjino tani, është ky iPhone-i, edhe unë do të shes këtë iPhone-in, edhe të rritë të bëj një prezantim ty të gjitha tiparet edhe karakteristikat e iPhone-it. Ti do thojë, bullshit, X e më lodhe, shporru, dil nga jeta ime. Pse? Sepse këto janë Green Monster. Kush e ka pa atë tip 3 tipet e njerëzve në shitje? Erisa, tjetër, se ka pa njëri ju, kam shumë 3 tipet e njerëzve, urdhërmarrës, tradicional, closer. No? Yes. Imagjino tani të gjithë, yes, Esmeralda, janë të gjithë që janë llafazan, të çajnë kokën, sot nuk të dëgjon njëri. Atëherë neve bëjmë closering, i bëjmë ata njerëzit që duke kuptuar pyetjet inteligjente, duke bërë pyetjet inteligjente, neve dim se çfarë prezantojmë. Edhe do bëjmë një demonstrim për këtë. Max Bizi, pse është i rëndësishëm dhe jetik për juve? Në radhë parë mëson si të qesësh, në radhë dytë si të menaxhosh Instagramin, në radhë tretë si funksionon marketingu. Nuk ka fare lidhje marketingu, është bullshit. Pjesa më e madhe mendojnë se kanë problem marketingu, por nuk është marketingu ai që të sjell lek. Lek të sjell konvertimi nga marketing në lekë, pra quhet shitje. Në qoftë se unë jam në një pallat kongreseve, kam 2000 veta aty, jam në një Zoom me juve. Me çfarë fjala javës tjetër do në pallat kam trajnim të madh, 2000 veta. Unë dal aty në 2000 veta edhe flas bukur, bla 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 bla, flas për trajnime, për konsulencën e biznesit e tjerë. Edhe se ka një diferencë madhe ndërmjet marketingut dhe shitjes. 2000 veta mua më dëgjojnë se janë detyruar një gjë se janë aty. Edhe unë them, hey, kush është i interesuar për produktin tim? Nga këto 2000 vetat, 1000 veta ngrenë dorën. Okej? Janë të interesuar, 1000 veta. Okej? Emanuela, mund ta shkruash 1000 veta? Goca, mund ta shkruani 1000 veta? 1000 veta në chat? 1000 veta? 1000. Good. 1000. Yes. Pra, janë 1000 veta që ngrenë dorën edhe thonë, hey, unë jam i interesuar. Kaq, mbaroi puna e marketingut. Në gjuhën teknike këto quhen leads ose prospect. Por këto 1000 vetat për të konvertuar duhet shitsi që këto 1000 vetat ti bëj që të blejnë, ta monetizojnë. Nëse ti e lën dorë të marketingut,
Mjep 1.000, mjep 10.000, mjep 20.000, mjep 2.000, por nuk di të konvertosh, atëhere, kot që i sjell ato 1.000 veta i lodh edhe ata dhe vetën. Në qoftë se ti shkon në një vend ku janë të gjithë vegetarian, edhe ti thua, hej, kam mishin më të mirë, doni mish, hajde, se jam shqipë i mirë. Ato thënë, i çmendur, hello. Pse? Sepse ti nuk di të shesësh, sepse nuk di të lexosh njerëzit, pra nuk di të kuptosh njerëzit, që o vlla, këto janë gjithë vegetarianë. Çfarë drejtë po i shet? Po jo se marketingu, se bullshit. Fillohet nga shitja dhe pastaj shkohet tek marketingu. Fillohet njerë, mëson shitjen, si të lexosh njerëzit, si të kuptosh njerëzit, si të kesh prezencën online të mirë, edhe pastaj flasim për marketingun e tjerë që është lead generation, tamam në botën e shitjes, sepse lead generation i prodhon njerëz të kualifikuar për të bler produktet tuaja. Good? Po kënaqeni? Apo ju pëlqen deri tani? Yes? Great? Yes, great. Tani si mund të yes, cool. Great. Mund të bëjmë atë fire-in, që kemi neve atë fire-in? Yes. Kemi atë shenjën tonë neve në Snap, fire. Yes, amazing. Këto do ta kemi tonën. Good. Na i prishemi pranë vera se i kishim të zezë të gjithën. Kishim me fire gjithë, great. Tani, si mund të përfitoni juve nga Max Busy? Max Busy ka 3 mënyra, 3 shtylla kryesore. Shtylla e parë kryesore është një kurikull, është një program që nuk është, se më thanë ca, se ishin të forta ca. I thashun, po si mëson ti, si studion ti për biznesin? Po shoh video në YouTube, më thanë. Dhe mësoj. Perfect. Sa kemi infermier këtu? Kush është infermiere? Infermiere, Elisa, tjetër? Okej, Elziana, tjetër? Okej. Vetëm ty kemi? Okej, unë. Tani. Imagjinova si ti ke problem me zemrën, edhe do bësh një bypass. E kuptoni ç'është bypassi? Bypass? Po? Shtrihesh aty. Vjen doktori, vjen kirurgu, ka motrën dhe u thon. Okej, çfarë ke motrën, me bypass apo kirurge? Kirurge, okej. Tani infermiere motrën, okej. Tani shtrihesh aty ti për të bërë bypassin, vjen kirurgu. Edhe i thuti, doktor, ku mësove me kirurgjin? Edhe kjo kam mësuar në YouTube. Ndjek gjithë këto kirurgët më të mirë të botës, edhe jam mjeshtën. Qa të bësh ti këto momente? Vetëm një zgjidhje ke. Run! Futja vrapit. Ç'është më kjo YouTube? Ku mësohet në YouTube? Të duhet patjetër një kurikull e cila ka të bëjë me ChatGPT, akoma më keq. Më thaj një pronar biznesi, po i ndaj këtë stafin ndarjen e detyrave kështu me ChatGPT. Turoj gjithë të mira, suksese në jetë. Tani, të duhet një kurikull e cila ka të bëjë me kapitullin e parë, kapitullin 2, kapitullin 3, sepse është kurikull, është si më bëj infermiere kështu duke pa YouTube. Të mirë. Pra, të duhet një kurikull. Kjo është shtylla e parë e Max Busyt. Kurikula. E kuptojmë gjithë kurikullën? Po? Se ka të që se kuptojnë. Janë ta video të regjistruar, pra është një libër. Okay? Këtu po të regoj këtë librin tjetër, po që kjo është një libër. Okay? Kurikula. E dyta është një që quhet coach. Qa pën coaching? Shumica e problemeve që kanë është që nuk din t'i vënë në punë trajnimin. Po pse s'di të vënë punë? Me lexoj librin ti. Hajde vend po. Si të bëhesh i pasur? Lexon atë librin, jo, s'po bëhem i pasur, po blej tjetrin. Po blej tjetrin. Këtu 167 libra në plena, kot fare. Pse? Sepse nuk di atë i vjen punë. Të duhet ky coachi që të ndihmojë që ti t'i vësh në punë. Prandaj neve kemi atë që themi weekly check-in çdo javë në ban account. Dhe treta është community, janë këto njerëzit që janë si puna jote, që kanë të njëjtën hall, si ty, dhe ti bën shkëmbim eksperiencash. Edhe ti thu, aman mirë Risa, e thotë, si t'ja bëj këti që ma lesin, edhe Risa ndan eksperiencën e vetë. Aman mirë Gjana, thotë, si e ka bën kjo pranvera, si kjo pranvera
bën shumë shitje. Edhe juve shkëmbeni informacion, pra duhet community, po community pra klasa, po në bazë të një gjëje të caktuar, jo kot nga rruga. Sepse nuk mund ta bësh dot nëse neve fillojmë bashkë një kurs për infermieri. Edhe kam këtë shokun e basketbollit, që lu basketboll, edhe ndaj unë problemet e infermierisë me këtë shokun e basketbollit. Ka kuptim? Ai thot, eri që e ka çmend, shing gallishi që bën. Pse? Sepse nuk e kupton gjuhën. Nëse ti do thosh pyetje inteligjente, prezantim si një superstar. Çosh më kjo më çon të bëgalliqe thotë. Prandaj të duhet community, po që të jetë community i skuadrës, pra i kurikulës, i kursit. Dhe këto janë 3 shtyllat e Max Bizit se si ti mund të përfitosh. Mundësia është që ti nuk ke nevojë të jesh në kohë reale, mund ta shohësh 24 orë në 7 ditë javës në orarin tënd më të mirë, është perfectly fine. Mund të shkarkosh detyrat, mund të bësh ushtrimet, perfectly fine, dhe pastaj mundet që ti kontrollosh ose ti vësh në punë nëpërmjet coachit që këto ushtrime janë sakta, se Melo i di këto, po ja fut gjumi tash, kështu që jemi në rregull Melo. E keni gjurë Melo tash është varg këtu, kështu di çapo mendon në jetën e vet, kështu di kur është çun mëngjes. Okej, Melo, dhe një orë e gjysmë edhe marrum. Don't worry man, s'ka problem, mos u shqetëso. Melo, shaka, është Melo dhe Enio janë 2 çuna që do t'ju ndihmojnë pastaj në momentin që ju do merrni një vendim, do japni numrin e telefonit, do flisni me ta. Tani, sa ju pëlqen Max Bizi, sa mendoni që Max Bizi bën për juve? Mund të bëjmë një kështu një flak aty tek chati, mund të shkruajmë një flak aty tek chati. Max Bizi është për juve? Deri tani? Good. Elzana, good. Ore, si e bën ti këtë? Angje, si e bën ti këtë? A mund të përkthesh edhe në greqisht? Thjesht shkon tek emoj aty dhe zgjedh një flak. A mund ta bëjmë këtë emojin të gjithë një kohësisht? Këtë flakën kështu emoj, dika bukur në ekran. Ja kështu siç e bëri Angja. Hajde, 1, 2, 3, gjitha bashkë. Melo, bëj edhe ti. Jo siç e ka bërë Ermira, siç e ka bërë Angja, siç e ka bërë Ina. Elisa, jo më smaj koma. Okej. Atëre, ta provojmë edhe një herë. Pra, emoji që të dalë kështu, që të fluturojë shpresa, të proj fare shpresa. Po që ka shenjë bukur kështu. Atëre, natën e mirë shpresa, natën, takosh me Melon, nesër, flini sot të dy, nisë cilin në shtëpia të respektive dhe takojnë nesër. Atëre, gota, bëjmë një kështu marrëveshje, kur t'ju them unë start, juve do bëni këtë emoji. Okej? Mirë? Atëre, 1, 2, 3, start emoji. Jo tek chati, tek kjo emoji, jo tek chati, tek emoji. Hello, do you hear me? Melo dhe Elisa, okay, good. Tani, good. Japim çik entuziazëm në tjetër. Good. Tani, bukur. Paketat e shërbimeve. Neve I kemi në 3 nivele. Me qëra fjala, kreditet që keni fituar, I mbani mend sa keni fituar kredite në loja që kemi bërë? Good. Mund t'i good. Po, I mbajmë. S'ka nevojë për vlerat, se gjithë secili ka ato të veta, kështu që po I mbani mend. Good. Ky është momenti që juve mund të përdorni kreditet tuaja. Pra, unë kam fituar kaq kredite, nëse kjo bën kaq minus kreditin, juve bëni diferencën pagesë. Tani, oferta e parë që unë kam, ta shohim që këtu, po bëj një share screen. Oferta e parë që unë kam është Max Biz VIP, që është 400 euro. Okej, duket? Po, duket. 400 euro është një program që është 10 javë. 10 javë. Pra, nuk është 5 javë, po është 10 javë. Nga këto 10 javë, ti do kesh mbështetje të personalizuar, pra one-to-one coaching, se si ti I zgjidh ushtrimet, dhe do kesh takim me mua në fillim, që do të bëj një onboarding, do kesh edhe një takim me mua në fund, e cila mundet të kualifikoj nëse je gati për të shkuar në Closer Masterclass apo jo. Kjo është paketa e parë.
sa janë gati që të blejnë paketën e parë? Sa ju pëlqen paketa e parë? Shtrenjtë, lirë. Kush është gati për të blerë paketën e parë? No one. Sidomos Albana herë është shumë shtrenjtë, ha? Shumë shtrenjtë. Shumë shtrenjtë. 100 euro, 10 javë, shumë shtrenjtë. Good. Tani kemi paketën e dytë. Paketa e dytë është 247 euro. 247 euro. Dhe është 5 javë. është vetëm 5 javë. Pra, ti e provon njerë 5 javë, nëse do, pasaj mund të bësh upgrade. Nëse jo, perfectly fine, ke coaching të dedikuar dhe mjetet e përshtatshme për nevojat e biznesit të. Pa e mbyll prapë shëtësfinin. Ka njeri interes për paketën e dytë? Me pasaj lek, martohem edhe njerë, thot Brizilda. Me 227 euro, pa tjetër. Mund të martohesh, po mund gjesh edhe një burr. Pagun 227 euro, deli burr shumë i mirë. Ka njeri për të blerë këtë paketën? Yes, Brizilda, se papamë. Mund gjesh në burr. Paketa e tretë është një paketë të cilën nuk ju a sugjeroj, është aty, muajin tjetër me i bi, pasi shumë pagesa për të bërë këtë muaj. Po, shiko, kjo flitet vetëm për këtë javë, domethënë që i bi, deri nesër. Pastaj për muajin tjetër, hajtë se folim, nuk e di nëse do jenë akoma këto oferta apo jo. Paketa e tretë është 97 euro, është vetëm 97 euro, por është vetëm e një nga kolonat. Pra, ti do marrë vetëm video të regjistruar. Dhe nuk ke as coaching, s'ke as community, nuk ke as gjë. Kjo është e mirë të shtosh ca njohuri dhe po band vështirin, thotë Ngeleda. Okej. Pse? Kështu di. Dhe paketa e tretë, 97 euro është që ti mund të kesh akses vetëm, e ke parasysh si tip libri, po që janë video të regjistruar, pra është njëta kurikull, por që ti e shkarkon e bën ushtrimet vetë dhe i merr përsipër vetë i bësh gjona. Edhe kjo është opsion shumë i mirë. Për opsionin e tretë, 97 euro, ka njëri interes? Hiç. No. 2, Elziana 2. Çfarë do thot 2? Paketa e dytë. Je për paketën e dytë. Bravo! Kemi një shitje. Por mirë. Mos të ndërpres pak se vajzat ndoshta nuk e kuptojnë që kanë mbledhur pikët dhe ato pikët, do të thënë kreditet, i ulen nga çmimi. Po. Pra, ti sa kredite ke marrë? Ishin diku 70 euro. 70 euro. Pra, 247 minus 70 euro, barazi me 247 minus 70, barazi me 177 euro. Dhe Elziana paguan vetëm 177 euro. Dhe merr paketën 5 javore. Mbas 2 javësh, 3 javësh, ajo e shet gjendjen edhe pastaj mund të bëj upgrade. Tani jam i qartë Elisa? Good. Atëre, Enjo, shkruaje numrin e telefonit. Elziana ndodhesh në Shqipëri? Në Tiranë? Jo, jam në Gjermani. Në Gjermani, bukur. Atëre, Enjo, të lutem bëre pak numrin e telefonit, edhe shkruaj një WhatsApp tash message Enjas, që në fund të takimit juve të flisni për mënyrën e pagesës, kush është më e kollajshme për ty. Okej? Mund t'i shkruash tani? Ja, nëse kontrolloj pak numri. E ke aty kollaj, që vetëm e një kështu edhe e shkon në WhatsApp. Kjo është paketa që dhe Elisa ka blerë dhe është pjesë e paketës, pra do jeni shoqe klase bashkë. Ka dikush tjetër përveç Elzianës? Edhe unë dua paketën e dytë, Emanuela Malsori. Emanuela, je ti, okay, good. Edhe ti, mirë, mund t'i shkruash Enjos?
Elisa është në paketën e dytë. Këtë që mori Elziana dhe Emanuela. Emanuela, mund të E ka marrë pa, unë e ka marrë pa din këto. Si? Unë e ka marrë me çmim real. Po, do me thënë e ka paguar pra. me Western Union, po. Pa Kurse gocat janë në top tani, se kanë goxha ulje, kështu që edhe unë paketa dytë Elisabeta, atëre Elisabeta edhe Emanuela, mund t'i shkruani Marigona, mund t'i shkruani Enios në WhatsApp? Enio konfirmoi që e kanë shkruar në chat, pra që po, shkruani dhe emrin, ë? Shkruani dhe emrin. Elisa, po, Marigona, po, atëre Manuela, Marigona dhe kush është kjo? Kush e thyu të parën? E thyu Elziana, po, Elziana. Elziana, po. Atëre Marigona është këtu? E shohim Marigonën? Emanuela, po. Marigona, po. Marigona, mund t'i shkruash pak Enios të ta konfirmoj? Good. No, tani. Bukur. Tani, për ju që nuk keni vendosur akoma, ka dikush tjetër që ka vendosur? Ka dikush tjetër? No. Për juve që nuk keni vendosur akoma, Sara ti je në Shqipëri, në Tiranë. Okej. Kush është në Shqipëri, mund t'i japim edhe një mundësi kreditimi që mund ta bëjmë me këste, siç i bëri Merilda me këste. Vetëm për ata që janë në Shqipëri. Pra ti paguan, e fillon sot, Albana natën. Qa ka? Qa dhe? Albana është në Shqipëri. Po, jam në Shqipëri dhe më interesoj kjo me keste. Me këste, okej, se dërë tash ishe në gjumë, shumë mirë, perfekt. Natën, tani është fiks me këste po, me këste. Për kë paket je? Për të dytën apo për të parën? Për të dytën. Atëherë, mund t'i shkruash Melos, po për ne në Greqi ose në Gjermani? No, nuk ka këste për në Greqi dhe në Gjermani. Sara, bëhet fjalë për sa këste bëhet fjalë? Bëhet fjalë për këste që ti e blen tani produktin edhe fillon e paguan mbas një muaji. Edhe mund të jetë 2 këste, 3 këste, interesi 0. Okay? Good. Kemi njëri tjetër që dëshiron? Atëre, ishte edhe Albana që ishte që u zgju nga gjumi, do blesh dhe ti Albana? Po. Atëre. Shiko, Esmeralda, se dua të bëj një qartësim. Neve kemi lidhur kontrat me një institucion që jep kredi, edhe neve lidhemi me ata dhe kredi, do me thënë është, po që është komisioni 0. Kam bërë një marrëveshje me ta që t'jenë 0. Kurse në Gjermani dhe në Itali nuk e kam akoma një kontrat tillë. Okej? Okej, Angje ti je në Shqipëri? Po, okej, good. Okej, Melo, mund të shkruash pak numrin tënd? Kush mund t'i shkruani Melos? Angje, mund t'i shkruaj Melos? Edhe kush është tjetër? Atëherë kemi Erlinda, Emanuela. Erlinda si ka mbiemrin? Gore. Erlinda Gore. Tjetër kemi Elziana. Si ka mbiemrin? Peçuli. Petuli. Peçuli, P-E-C-U-L-I. Elziana të jenë në Gjermani. Erlinda ishte në? Erlinda Gore, ku ishte? Por Erlinda Gora në Gjermani. Në Gjermani, good, Gora. Sara, po, ti për kë paket interesohesh që do të mendohesh deri nesër? Për të dytën. Okej, atëherë shkruaj edhe Sara Prendin me pikpyetje për paketën 2. Good. Kush ishte tjetër? Marigona. Marigona si e ke mbiemrin? Elisabeta. Marigona Kabashaj, pa. Kabashaj.
Elisabeta. Mbiemri si e ke? Elisabeta si e ke mbiemrin? Albana Kalemi ti e vendose? Po, e vendosi. Albana Kalemi. Ti e në Tiranë? Angje. Okej. Unë jam në Durrës. Elisabeta është në Berlin, kurse Albana është në Durrës. Bukur. Atëherë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marigona është në Itali. Itali. Eri Marov dhe mua. Kush ishte? Emanuela. Oh, Emanuela Balsori. Po, ti ishe e para, po. Emanuela Balsori. Balsori, ti, Emanuela ku ishe? Në Itali. Në Durrës. Durrës, great. Ok. Elisabeta. Ok, Angje. Pra, 8 veta deri tani. 8 veta. Po i lexoj një herë emrat, ju lutem që mos kem, të sigurohem mos kem harruar njëri. Erlinda Gora. Oh, si ma pika të cinaren ajo. Po e shion maksimum ka lezet. Elziana. Sara Prendi e ka me pikë pyetje. Marigona Kabashaj. Elisabeta. Albana Kalemi. Angje. Edhe Esmeralda Malsori. Po? Kam harruar një tjetër? Eri, të lutem, Emanuela, jo Esmeralda. Emanuela Malsori, po? Ok, Yes. të Esmeralda. Me ka Good. të keshtrem. Perfect. Mirë. Atëherë, për juve që nuk jeni akoma të vendosura, nëse ky është programi dur, jo se është programi dur, pa është momenti tani ose çik më vonë, është kjo pjesa e zvarritjes. Unë kam një video shumë të bukur, ishulli një ditë. Do e filloj palestrën të hënën. Po si po të marrë paketën e dytë me këste dhe të paguaj një njeriu im në Shqipëri. Po, Esmeralda, po, bëhet. Esmeralda Heqimaj. Po, bëhet. Ta shkruaj emrin? Super. Okej. Esmeralda Heqimaj. Tani, ishulli një ditë, është ai ishulli i famshëm që njerëzit, ç'a bëjnë të njerëzit? Janë shumë happy, e thonë, një ditë unë do filloj palestrën. Një ditë unë do filloj dietën. Një ditë unë do bëj namin. Edhe ç'a ndodh tash? Në momentin që këta thonë një ditë, zakonisht ditë e hënë, ose datë 1 janar, ose datë 1 të muajit, kjo s'vjen asnjëherë. Gjithmonë zvarrisin, edhe asnjëherë nuk bëhet. Ju ka ndodhur ndonjëherë kjo në jetën tuaj që keni thënë me datën 1 ose të hënën edhe se keni bërë ndonjëherë? Yes. Welcome to the club. Prandaj neve gjithmonë themi që zvarritja barazi me varfëri. Vendimi është sot. Jo, po e le për nesër, do lej cigare nesër. Më fal, me datën 1. Të hënën dije që e hongres, s'ke për ta ndodhur. Është një video shumë e bukur, nëse dëshironi ma shkruani dhe unë do t'ju tregoj atje. Tani dua të ftoj përpara jush guximtaren e parë që mori vendimin, ishte Elziana, ha? Elziana ishte? Apo Erlinda? Kush ishte e parë? Elziana, yes. Elziana, mund të ftoj të bëjmë një role play bashk? Po. Hajde, mund kemi një duar trokitje për Elzianën? Një duar trokitje? E kam marrë një mësim. Okej. Cili ishte mësimi? Kemi bërë një roleplay në trajnimin e parë që bëm. Oh, really? Si dytë? Bravo. Ja, Do ma heqish Elzianën o Eri. Urdhro? Po çaj vure Elzianën, ajo e ka bërë një herë. Ve një tjetër që s'ka bërë asnjëherë. Yes, po duhet ta shpërblejmë guximtarin e parë. Plus se këtu jemi, mund të bëjmë prapë. It's okay. Mirë? A je gati? Po, gati. Okej, mos dëshiron dikush tjetër? Po, atëre. Elziana do të bëj rolin e un po marr një letër. Elziana do të bëj rolin e shitësit, kurse unë do të bëj rolin e prospektit. Është okay? Po. Okej. Ja, një sekundë më nxorën për jashtë, më mbylli kolegja derën.
të futem çik brenda. Okej. Do bëjmë një role play në stilin ton si closer, ku Elxana do bëj shitsin, unë do bëj prospektin, pra licin, dhe juve do të bëni atë që neve i themi auditusin ose komentusin. Por gjithmonë do mbani mend dy gjëra. Një, çfarë bëri mirë, po duhet ta shkruani, çfarë bëri mirë. Për shembull, bëri këtë mirë, bëri këtë mirë, bëri këtë mirë, bëri këtë mirë, bëri këtë mirë. Pastaj një gjë të vogël se çfarë mund të përmirësoj. Po asnjëherë me kritika. Asnjëherë me kritika. Ne duam ta fuqizojmë njëri tjetrin. Në role play asnjëherë nuk është Dhe kritika të ndihmojnë. po neve në grupin ton nuk përdorim kritika, përdorim mundësi për përmirësim. Se kritika vallai Lerat jam shumë mirë. Shoh shifrat jam vlegur. Kurse mundësi për përmirësim është më suportive, më suportuese. Okej? Jeni gati? Great. Gati. Atëherë, Elxana, çfarë do më shesësh? Të zgjidhe ti se ti je klienti. Po në role play e zgjedh ti se çfarë do të shesësh. Kush është produkti jot më i thjeshtë për të shitur? Është problemi kryesor i njerëzve obeziteti. Produktet për të rënë. Obeziteti është pjesa që ta prekur pjesën më të madhe të popullsisë. Dhe unë jam gjithmonë tek pjesa e mjekësisë që njerëzit të jenë sa më të shëndetshëm. Bukur. Do thoshë paketën detox. Paketa detox. Bukur. Si jemi njohur në bashk? Kam pa një reklam tënd, edhe kam shqyt në Instagram. Okej? Good. Po të marrë në telefon. Ring, ring. Përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Ju dëgjoj. Përshëndetje. Si mund të ndihmoj? Pas atë njoftimin tuaj, edhe vërtet funksionon kjo që dua të bie në peshë? Në fillim doja të flisja për produktet, për mbajtjen e produkteve tona. Janë produkte 100% bimore, suplemente bimore, të cilat nuk kanë efekte anësore dhe ndihmojnë për rënien nga pesha dhe pastrimin e toksinave, nxjerrjen e ligjeve të tepërta të trupit, gjithashtu problemet që përgjithsisht prekin një pjesë të madhe të pjesën e kolitit, që shumë njerëz e vuajnë për shkak të ushqimeve. Paketa funksionon sigurisht, por gjithashtu duhet të jesh edhe ti ai që ndihmon paketën që të biesh nga pesha. Normalisht duhet të kesh kujdes edhe në ushqimin në momentin që ti përdor këto suplemente. Dhe rënja nga pesha nuk është se ka një fikse do biesh kaq kile, apo do biesh 10 kile apo 5 kile në muaj, varet në trupat të ndryshme funksionon ndryshëm. Kam pas klient që kanë rënë 7 kile apo 8 kile në muaj, kam pas klient që kanë rënë 5 kile në muaj. I sa kohë ke që merresh me këtë pjesën e detoxit? Unë në fakt kam pak muaj të merrem në pjesën e detoxit, dhe jam futur për shkak se jam në profesionin tim. Kam studiuar infermieria përgjithshme dhe kam vazhduar universitet të dytë për psikologji dhe aktualisht punoj në një spital. Kam afërsisht 2 muaj që punoj në pjesën e shtesës të detoxit për shkak se suplementet bimore janë suplemente që janë 100% bio që vërtet ndihmojnë në trupin e njerëzit. Në kuptoj.
Po mirë, këto nga janë në origjinë? Këto janë italiane dhe janë në produkte të certifikuar nga Ministria e Shëndetësisë italiane. Italiane, okay. Janë produkte Mirë, italiane. shiko, më dërgo pak me link atë produktin edhe do ta studioj pak e do të them. Okay? Po, unë mund ta dërgoj, po doja t'u bëja t'u shtroja disa pyetje. Në qoftë se ju do të merrni një produkt, doja të pyesja në qoftë se ju keni probleme shëndetësore të tipit diabet, të tipit kolesterol, në qoftë se keni probleme me tiroidet, sepse produktet vërtet japin efekt, po unë duhet të dërgoj linkun e produkteve të dukura që bën për ty. Në qoftë se ti ke probleme me tiroide, unë do të dërgoj produktet që të ndihmojnë ty si një person që ke një problem shëndetësor. Me thënë drejtën, jo nuk është se vuaj nga një problem. Jo, jam rregull. Është okay. Okej, do të dërgoj linkun e Edhe. paketës normale. Mirë. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit. Shumë e sjellshme. Ishit shumë e këndshme. Faleminderit. Bum, bum, bum. Bravo. Njitje shumë mirë produktin, edhe juve keni një gjë, edhe ti e kam thënë edhe tek Elisa, keni një ton zëri shumë të ëmbël. Në telefonat, 85% e rëndësisë është toni i zërit. 15% është qahu. Bullshit. 85% është toni i zërit dhe juve e keni të mahnitse, jashtëzakonshme. Me tonin e zërit i fitoj 100 pikë dhe ti imponon respekt edhe bën tjetrin që të dëgjoj. Faleminderit. Dëshiron që të bëj rolin tënd? Po, patjetër. Okej. Tani do më thuash ti se çfarë do më shtetësh. Një gjë, vetëm thjesht do të ndrem rolet. Okej. Okej? Në rregull. Bëj një timer të 2 minuta, edhe 3 minuta, edhe po filloj. Ring ring, ti po më merr në telefon. Ring ring, thuj ring ring. Ring ring. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam e interesuar, jo kam parë në faqen tuaj të Instagramit dhe jam interesuar për nga produktet jushit, ja të për rënien nga pesha. Do dëshiroja më shumë informacion. Patjetër. Unë jam përshëndetje. Unë jam Eri Business Coach nga kompania ABC. Nuk e di me kë flas? Me Elziana. Elziana, okay. Kënaqësi Elziana, edhe urime që morën telefon sepse të gjithë shohin këto reklamat e bukura, po nuk merr njëri vendimin për të marrë për të ecur përpara. Shiko, Elziana, të them diçka. Ky produkt është çik kompleks, sepse varet shumë nga sëmundjet, është çik shumë nga lloji i njeriu. Janë ca që janë me mbi peshë të tillë. A ndejon në mënyrë konfidenciale? Mund të të bëj disa pyetje për të parë nëse ky produkt të bën punë ty? Po, patjetër. Ti çfarë moshe ke pak a shumë? 35. 35, okay. Ç'ne që do të biesh nga pesha? Pse të duhet? Më duhet për shkak se më kanë ngel pesh nga lindja e fëmijëve. Lindja e fëmijëve. Okej. Po, gjithë kështu e kanë. Po, përveç kësaj, ke ndonjë arsye tjetër? Për shembull, merresh me televizionin, merresh me beauty-n, me këto, apo thjesht çështje shëndeti? Jo, nuk merrem, thjesht është çështje shëndeti dhe estetike do ta quaja. Shëndeti dhe estetike, po. Kur flasim për shëndetin, çfarë konkretisht? Domethënë, çfarë mund të ndikojë mbi pesha tek problemi yt? Po, më ndikon sepse nuk ndihem mirë me veten në fillim. Nuk ndihesh mirë me veten. Okay. Edhe je çik më të dembele më përtaca, ha? Po. Lodhe më shpejt. Po. Si ndikon kjo në punë? Jam më ngadalë. Më ngadalë. Po. Ke kohë që je mbi peshë? Po kam për 2 vitet e fundit. Në 2 vitet e fundit. Çka ke bërë përpara në të kaluarën për ta zgjidhur këtë problem?
Jam kujdesur më shumë për veten, kam për sport, po tani pa mundësia që të shkoj në palestër, pasi kam 3 fëmijë, kam edhe punë fizike, më pengon. Do doja diçka që më të më ndihmonte më shumë. Pra, ke qenë në palestër, po nuk të dha efekt, ëh? Në vitet e para më dha efekt, po pastaj Okej. Bum. End of roleplay. Për të respektuar orën, sepse vajti goxha vonë dhe vajzat do bëjnë pagesën. Tani gjithë çështja është këtu. Ku ndryshuam ne të dy? Vure një diferencë? Hajde Erisa, hajde, flisti gocat. Tani kam bërë 2 javë kursun. Hajde, Para? nxiri, domethënë shite Max Bizin. Yes. Atë unë do them atë anën që unë e shoh në, do të them minusë, nuk po them plusë tani. Jo, kujdes. Ha, Plusat në fillim. okay, plusat. Plusat e tu në këtë radhë të Erit, apo të vazhdoj me Elzianën? Diferencën. Atëherë ti i dhe më shumë prioritet klientit, klienti i tregoj vetë problematikat, dhe ti mbaj të shënimet, sepse duke i marrë të gjithë minuset, ai po e blen vetë paketën. Good Okay? job, bravo. Kurse Eliziana po tha në tjetër i dha shumë informacione dhe klienti u lodh pak, por okay, informacione që mund të duhet për shëndetin. Shumë konstatimi i bukur Eliza. Tjetër, kush shef ndryshim tjetër? Sara. Mirë mbrëma. Urdhro? Po di dëgjoj. Yes, dëgjoj shumë mirë. Okej. Ndryshimi do të thënë që në fillim ishte pjesa e informacionit, ti më shumë more informacion për klientin se sa për produktin, pra që ti japësh informacionet produktit direkt, pra është pak problem kjo pjesa, dhe më thonë, ti japësh shumë informacion për një herësh. Pozitive pjesën ku duhet më shumë të pyetur klienti, pra problematika që klienti ka, që për ta parë vetë klienti që po interesosh për klientin dhe jo thjesht për të bërë një shitje dhe mbaroj. Ndërsa Eliziana jo se kishte shumë minus, ishte vetëm kjo që direkt sa i pyetë ti për produktin, kam parë këtë reklam, ishte direkt tek shpjegimi i produktit, por jo ta pyes klientin për shembull për çfarë problematike ke, për çfarë do ta përdorësh. Kur ti Eliziana ke ble kursin. Po? Max Bizin. Kur të flasim bashkë, do shohim ato hapat e shitjes, edhe gjëja parë është që bëjmë pyetje inteligjente dhe pastaj bëjmë prezantimin. Ajo çfarë unë bëra ndryshe nga ty, e para është... Mund ta them vetë? Hajde. Po, ajo çfarë ti bëre më shumë se unë, foli më shumë klienti se sa shitsi. Yes! Eksakt. Kjo është kryesore, kjo është thelbësorja, kjo është diferenca e madhe ndërmjet closerit dhe atij që çakon. Foli më shumë prospekti se sa klienti, se sa shitsi. Good. Tjetër. Kush bën pyetje? Ti apo unë? Pyetje ti bën shitsi. Shitsi. Pse i bën shitsi? Thuhet që në një bisedë, kush bën pyetje, drejton bisedën. Nuk mund të shesësh dot nëse ti nuk drejton bisedën. Nëse ti e pa urdhro, nuk mund të shesësh dot kurrë. Unë me shumë ëmbëlsi ta mora autoritetin, kush është me autoritet, kush bën pyetje, bën ka autoriteti, pra autoriteti merret, dhurohet. Dhe unë ta mora autoritetin, ti shumë ëmbël. Shiko, e para herë pyeta për emrin, thelbësore, pyetje. Pas të dita emrin, nuk bëj shitje. Më fal, nuk bëj fare muhabet. Emri është dhurata më e bukur që ka çdo njeri nga neve. Kur i thek tjetrit në emër, i ke bërë dhuratë. Edhe duket siguri e shok, edhe duket siguri e mik. Kur i thu goce, çuni, ku di gjon, ose nuk përbën fare emra, unë gjithmonë e përdor emrin shumë shpesh, 2-3 herë. Pra, Eliziana, shiko se
Dhe këtu unë çfarë bëj të ngroh veshët, sepse emri personal është fjala më e ëmbël në botë për secilin nga neve. Dhe sa më shumë ta përdor, aq më shumë, do të thënë, jo më tepër, 2 herë, 3 herë, aq më shumë merr vëmendje. Dhe ta mora autoritetin, shiko, Elzana, mund të të bëj disa pyetje për të parë nëse kjo gjëja që ti po kërkon vërtet të bën punë. Bum, ti më the po. Opa, tash i hypa unë sken, tash i po të bëj unë pyetje, mora unë autoritetin, bëra unë atë drejtuesin e bisedës. Në këtë lloj forme, neve arrim të drejtojmë bisedën, të drejtojmë klientin aty ku duam neve. Unë më futa shumë thellë te këty. Pse të duhet? Ka paca dhimbje të tuat mbi pesha, po ç'ne mbi pesha, po jo po më Linda, po jo po se nuk ndiej mirë me veten. Nëse doja unë do fut, po të isha në closer, po të bësh një fjalë për 5.000 euro kontrat, unë do futesha dhe më thellë. Oh, po pse s'ndihesh mirë me veten ti? Pse çfarë përjeton në ato momente? Edhe ti pasaj futesha jo tek dhimbjet sipërfaqësore, po futesha më thellë tek dhimbjet e personale. Po futet e dhimbjet personale thellë fare, e ke të mbyllur shitin, patjetër që ta zgjidhesh. E ka vlerë i produktin tënd. Kur u futet e kolegët, atje pasaj të bëra edhe një pyetje tjetër, sa u përdora në librin. Tash, çka ke boti më përpara për ta zgjidhur këtë problem? Shumica atyre që blin dieta kanë provu 44-500 lloje dietash. Edhe nuk i ka funksionuar, sepse janë tek ai ishulli një ditë. Siç juve jeni tash që se keni bler akoma kursin, se thoni hajde nëse i ditë më vonë, nesër kismet Zotit, kismeti i ris është natë. Dhe çfarë bëjnë njerëzit vetëm zvarrisin dietën, zvarrisin palestrën, zvarrisin gjëra që janë vërtet healthy. Detyra jonë si shitës, si closer është që t'i ndihmojmë ata që të kalojnë pengesën e zvarritjes. Unë e di shumë mirë që ti Elziana, këtë detoksin e bën sepse do të më ndihmosh mua që të bi nga pesha. Atëherë, ti duhet më ndihmosh mua që të kaloj zvarritjen. Duhet më ndihmosh mua që unë të jem tani, jo nesër. Po të thash nesër iku. Po të thash ma dërgoj linkun, e ke të humbur. Sa të ma qoshti mua linkun në WhatsApp, sa po të ma qoshtim, unë kanë ardhur 25 mesazhe në WhatsApp. Grupe WhatsApp i pafund idiote, njerëz, klient, shefi, stafi. Kom harru fare që, jo vetëm që kam folur me ty, po edhe që më ke çu linkun. Mendon ti që do i gjej unë kohën që të studioj linkun që më çove ti? Kur? Në botë. Pse? Sepse unë ato momente unë ndjeva një çik entuziast, pasha të reklamën, bum, shtypa butonin, bum, mora në telefon. Në këtë lloj forme, neve si shitës e ndihmojmë këtë gjë. Dhe ajo që mua më pëlqen shumë që e tha dhe Erisa, është pyetjet janë ato që bëjnë shitjen, që përcaktojnë shitjen. Fokusi ishte totalisht ti. Nuk ishte produkti fare. A folja unë për ti pare, për përparësit fare ishte. Edhe as kisha për të folë në jetë. Në qoftë se kë produkti ka 20 tipare, unë do toja 2. Këto 2 tiparet që lidhen me lindjen, edhe që lidhen me nuk ndjej mirë me veten. Vetëm këto 2 tipare do të. Këto tjerës do i thonë fare. Pse se s'do të bëhesh i lotshëm për ty. S'do të bëhesh i bezdisshëm për ty. Doja të bëhesha një ndihmues për ty. Dhe momentin që unë lidh fjalët e tua i vë teksti im, bum, shitja unë. Okej? Bravo, Liliana. Great. Mirë, nuk e di tani, kemi sa shkryt me këtu, kur klienti flet më shumë se shitsi, nuk lodhemi shumë, për klienti flet më shumë se shitsi. A mund të ndërhyrë një herë? Ju kërkoj ndjes të gjithëve, po më thërë dhe detyra këtu. Si, vazhdo, mirupafshim, ciao, ja dhe paket do ta mbyllim. Nuk e di, mbas këtij roleplay, a ka dikush që mori vendimin për të blerë një nga paketat? Pra kemi paketën 400 euro, paketën 247 euro dhe paketën 97 euro. Është dikush? No? Okej. Ishulli një ditë. Sa të marrojmë, do ta bëjmë të hënën ose me datën 1. Unë jam Ermira, do të blesh paketën? Jam për të dytën. Po, atëherë kemi edhe një shitje tjetër, Ermira Muka.
Ermira, ju çunat po kanë mbyll kamerën si duket po flasin me gocat për shitjen. Atëherë u bën 10 grupe, u bën 10 veta, ha? Amazing. Nuk e di, Enio, Melo, po flisni me gocat, po blejnë gocat? Ermira, Muka. Okej, nëse bëhemi, ta jemi në tash, 31, nëse bëhemi 15, kam një ofertë shumë të mirë, por derisa të bëhemi 15, shiko, me këstet, Ermir, për Shqipëri. është edhe një vajzë tjetër, kështu që jemi 11. Kush është tjetra? Si ka emrin? Ta them pastaj. Okej. Nëse me Atëherë, ti vjen një emër, ta them pastaj. ashtu bëre. Erisa, I pa identifikuar, pi ti vjen një emër të bukur. Të bukur veje. Cindy. Erisa për herë të dytë, ha. Cindy. Cindy më pëlqen shumë si emër. Atëherë, u bën 11, nëse bën dhe 4 goca, 15, un kam një ofertë që do fitoj gjithë grupi. Tani e thuaj ofertë njerëz se ndoshta ja, se them dot sepse duhet bën një, ndryshe. Nuk e di, ku është ajo goca? Elziana, është këtu Elziana? Iku Elziana? Elziana po flet me Shiko, Enio, meqense më ke shkruar, këstet janë vetëm për në Shqipëri. Pra, po ta them edhe një herë, janë 2 këste ose 3 këste. Po e the ofertën, bën dhe 10 të tjera, jo 15. Bravo, shishi Esmeralda, ai. Kush është Esmeralda? Hapi çik kamerën, hapi çik mikrofonin. Mikrofonin I gigante Esmeralda, më pëlqeve shumë e këtë se. Po i gigante. Ti e ke ndarë mendjen apo kemi 2 mendje? Jo, unë në papa mendjen, do me thënë do jap një njeriu tim, do me thënë të dhëna që të bëjë për me klasë të bëjë falë. I shkujte Melios apo i shkujte Enios? Me kë fole? Enios, okay, good. Tani, për në Shqipëri është me këste, maksimumi është 2 ose 3 këste, në Shqipëri, jashtë shtetit jo. Tani. Ermir, Eva, paketën e dytë se nuk po shkruan dot të çati. Kjo është e 12 apo e 11? Jo, 11 është ajo pra Cindy. Është Cindy. 12 është Eva. Okej, edhe 3 na duhen, edhe 3, jemi gati për 3. Tashi, kjo Esmeralda. Tani tablet. Atëherë, kam një pyetje për ty. Po. Pse vendoset ta blesh paketën? Se vendosa sepse më duhet të jap drejtim biznes. Do t'i japësh drejtim biznesit. Tjetër, ke arsye tjetër pse e bleve? Arsye tjetër pse e bleva? Ata. Okej, se pase nuk flet dot se jemi atë. Jo, po të lëzoj të Emanuela, flet dot? Emanuela Malsori? Okej. Emanuela, kam titën pyetje që i bëra Esmeraldës. Pse e bleve paketën? Sepse nga gjithë trajnimet që kemi bërë dhe nga gjithë kuicet e gjithë gjërat që kemi ardhur deri tash, kam ndier shumë gabime tek vetja ime, shumë pengesa dhe dua të përmirësoj sigurisht. Okej. Dua të rregulloj. Nëse ti nuk do ta kishe bler paketën, çfarë do ndoste me ty? Do vazhdoj me të njëjtën ritëm që jam tani. Dhe çfarë do ndoste kjo? Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që nuk po arrij shumë objektiva. E thënë ndryshe në gjuhën tonë, është po lë lek në tavolinë. Se lekët janë aty, domethënë klientët janë aty. Domethënë, ai demonstrimi që bëra me Elzianën, lekët janë aty. A jeni dakord me mua? Po, Emanuela, je dakord me mua? Dakord. Ja, domethënë, lekët janë aty ova, vetëm thjesht merri. Nëse po i marrim dot, s'po dim ti marrim dot ato lekë që janë në rrjetet sociale aty, ato 10 këha që po dëgjoja në trajnim që parë, përpara se të futesha këtu. Po dim ti marrim ato. Eksakt. Pra, ti nuk është puna se është mirë ta kesh. Thjesht nuk do me lënë lek në tavolinë, nuk do me humb lek.
Tani, kjo Sara Prendi e kishte me 2 mendje, kush ishte me 2 mendje? Që do mendoshte. Më duket se Sara Prendi, Sara Prendi. Të lutem, hape pak mikrofonin Sara. Tani, Emanuela, si do ta bindesh ti Sarën që të blej programin? Sara. Okej. Unë kam të mendjen, po okej, po e provoj. Jo, a e ke bler apo jo? E ke nda mendjen, e ndave? Jo, prit tani nuk po e them, ta shikojmë a do ma shesi apo jo. Fare. Përshëndetje Sara. Përshëndetje. Atëherë unë jam Emanuela. Gëzohem. Jam këtu sepse kam një mundësi që mendoj që është e vlefshme për ty, që do të vlej shumë. Nga fani edhe për emocionet goca. Je, patjetër ka emocione, se je në public. Ashtu sikur edhe unë mendoj që pak a shumë jemi të njëjtët situatë, që kemi shumë vështirësi, që po bëjmë shumë gabime, nuk po dim të përdorim aftësitë e duhura për të rritur. Dhe mendoj që kjo oferta është ideale për ty. O sot sa më vështirësi më ka. Gjithsesi unë se kam mbaruar trajnimin 5 javësh di dhe t'ja shes. Nisëm nga eksperienca jote. Vetëm nisëm nga ajo që ty të shpyu. Gjithë neve kemi. Jo që më shpyu mua, Sara, është që më të vërtet dua të arri suksesin që dua, sepse njerëzit po më vëzhgojnë, por nuk janë bindur nga Ela. Ky është momenti im për t'i bindur dhe për t'i ndihmuar për të ardhur në ndihmë. S'po di çfarë them. Të bindi Sara? Jo, e di që Të drejtën. Do të thënë, është tepër informacion për t'ja thënë dikujt që do t'i shesësh diçka dhe normalisht do bëhet lëmsh dhe thjesht, okay, do e mendoj, do thënë në fund. Pra nuk të bindi. Po flas konkretisht për ty, nuk të bindi. Jo, ideja është këtu që unë përderisa trajnimet që unë kam ndjek deri tani, energjia pozitive, sidomos që përcjell, të bën ta blesh jo vetëm këtë, po gjitha që paketash mund të kesh. Yes. Se të përfshin, të angazhon, domethënë në trajnimin tënd. Jo Sara, vetëm kam një pyetje për ty. Se po të kishte bindur energjia dhe trajnimet që kishe bërë, nuk do ta kishe bërë atë pikë pyetje. Të ikse bler tashmë. Bravo Manuela, bravo. Eksakt. Pikpyetja ime ishte përveç faktit që kam shumë gjëra për të mbyllur dhe pjesa e kartës pastaj, pasi kam disa probleme që nuk e di nëse të rreq dot. Por gjithsesi, unë isha përpo dhe sa po e shkruaja madje. E vendose Sara apo jo? Po. Po, e vendose. Vetëm mos më gënje, domethënë mos më vjen siklet. Që ta kemi kështu me fakte. Po pun pagesën, okay, bravo. Pra, Emanuela e shiti, bravo. Good. Tani, energjia që sjell, okay, trajnimet të tua, bukur. Po, do e marrësh. I shkruajte njeriu në WhatsApp, mailës apo emailës, ku i shkruajte? Tash i shkruash. Okej, shkruaj edhe na i konfirmo. Kush do tjetër të flasi? Është kjo Brisilda Ndreka, këtë e kam qefur shumë. Brisilda, flet dot, i ke fëmijët apo? No. Okej. Mirë. Mirë mbrëma. Unë jam e zënë sepse po bëj transferim shtëpijet dhe vetëm u kam dëgjuar. Shtëpi të mbar. Sukses. Faleminderit. A flet dot apo nuk flet dot? Edhe flas edhe nuk flas. Do të thënë që nuk flet. Faleminderit, mirupafshim. Suksese. Pranvera, do të flasësh? No? Besmira? No. Okej, faktikisht që kanë fik kamerën. Shpresa ti e ke vendosur, shpresa që do e blesh? Shpresa Sula? Pa gënjeshtër, pa rrena, mos u vjen siklet. Jo, nuk e ke vendosur. Bukur.
Hape kamerën, pra vera nuk flas dot. Okej. Mund ta hapësh pak mikrofonin në shpresa Sula? Hello. No? No, okej, mos e di. Po patjetër. Po. Okej. Ti nuk e ke vendosur akoma ta blesh apo jo? Jo, do flasim nesër. Tani ke dëshirë që të ta shesi Erisa Max Bizin? Se jo, e dua nga Erisa se Hajde. flas, okay. Nuk ja shes, jo. Nuk do, okej. Ka një arsye? E lë. Jo, nuk dua ta, se shpresa është në një moment që nuk flet dot aty ku është. E kemi biseduar edhe këtë gjë. Okej. Qëse s'flisni dot, okej. Jo, bëjmë si funny game. Mirë, gota. Atëherë përpara se ta mbyll, nëse keni ndonjë pyetje të fundit për mua, no, okej. Atëherë mund t'i rikonfirmojmë edhe një herë personat që blen paketën për ta filluar kursin nesër? Jemi gati për ta filluar kursin nesër? Yes. Great. Atëherë, Enio dhe Melisio, juve do të mbyllni këtë pjesën e pagesës me bank, me kartë, me kredi, pa kredi, me këto, dhe pastaj do të lëmë një takim. Po shiko, po bën 12 veta, për 3 veta kemi ngel. 3 veta ty ja kisha thënë atë, çfarë fitojnë këto të tjerët. Po na e thuaj me që se morëm. Ja, pas bëhet. Po ta dim tani. Shiko, ideja është këtu, gota. Nëse bënim 15 veta, pra edhe 3 plus, faktikisht kemi sinqert me juve, unë kam shkruajtur 20 këtu. Të jemi sinqert, 20. Po e ulej çik tash, bëra 15. Tani, nëse juve bëni 15 veta, pra i bie edhe 2 goca tjera plus, 3 goca tjera plus, neve mund bëjmë që coaching në grup, vetëm për snapin, mund t'ja bëj unë. Njerë në javë mund të takohemi bashkë në një orar që neve do ta vendosim bashkë. Ne mund të diskutojmë si bëm këto lolesh bashkë, si bëm këtë lojën bashkë. Neve mund ta bëjmë vetëm me grupin tuaj, jo jashtë grupit tuaj, dhe jam unë ai personi që do ta udhëheq gjën. Në qoftë se bëni dhe 3 veta të tjerë. A është kjo diçka që ju kuriozon, ju josh? Apo Normal. A ndikon kjo zëri se i ketë ato 3 veta? Po Esmeralda. Dakor, pra do i paguaj Esmeralda dhe 3 të tjerë, edhe është e mbyllur situata. Atëherë, t'japim kohë deri nesër, deri nesër në orën 12 natës. Ja, 12 natës, nuk punojmë deri vonë. Deri në orën 5 pas ditës, Marinela është në punë. Deri atëherë unë po ja jap këtë ofertë. Nëse se juve doni ekstra. Pra, bëjnë edhe 3 veta, neve do fitoni dhe 3, pra, edhe njërë. Paketa e dytë përmban 2 takime me mua. Një takim që është onboarding, do t'ju vim ato gjërat, edhe një takim në fund, kur unë them a kualifikoheni për Closer Masterclass apo jo. Shtesë te kjo paketë, juve do keni pra atë weekly check-in që do keni me Marinelën, dhe kështu të shtesë të paketë do keni 3 takime me mua, do lëm 3 javë të ndryshme, jo javën e parë, se javën e parë do të studioni pak, 3 javë të ndryshme, pra 3 takime brenda këtij 5 javëshit, ekstra plus, vetëm me këto vajzat, 12 vajzat që janë të snapit të kësaj, të Max Bizit, për të bërë një coaching session në lidhje me vështirësitë që hasni, në lidhje me problemet që keni, në lidhje me çfarë ju thon klientët e tjerë, edhe si mund të trajtoni atë që është nuklesorja kundërshtit e klientit. Do flas, do mendohem, ma çoj çik linkun, po ja se shiko se s'kam lek tashi, jo shumë e shtrenjtë, po pse jeni kaq të shtrenjtë, po ajo funksionon, po çfarë produktesh janë, bla 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 bla. Kështu që unë jam mjeshtër për trajtimin e kundërshtive. Jam i certifikuar si IT Kit Closer dhe IT Kit Coach. Jam person adapt që mund të ndihmoj shumë mirë të te kaloni ato vështirësitë. Po nëse s'bëhet kualifikimi për Closer Masterclass, është po lini lekët në tavolinë. Do me thënë po lini ato shumë lekët në tavolinë. Do keni mundësi që të keni dhe shoqe klase
Jo, s'keni shoqë klasë, sepse nuk do jeni pjesë tek Slaku, por mundet që ta aksesoni nga Irisa për pjesën që takoni me Rildën e t'i thoni, ore, si ja bëre ti nga 2 euro shkove në 5.000 euro, se na duket shumë reklam, na duket shumë sikur t'ka pagu Eri që ta mushi menjen neve që të bëjmë Max Bizin. Edhe ajo do t'ju thot vetë nga eksperienca saj. Mirë, atëhere, Elisa, deri nesër në orën 5 pas dite, juve keni mundësi që të shtoni te grupi juaj dhe 3 vajza të tjera. Mirë, 3 vajza, vetëm 3 vajza, dhe juve fitoni këtë që neve të bëjmë çik ta zgjasim. Gjithë loja është e tillë, nuk e di nëse ju ka ndodhur, mua më ka ndodhur shumë shpesh, që në trajnime neve motivohemi. Pastaj të nesërmen, përfundojmë si Albana, tull gjumit. Vazhdoni çik kurse kur mbahet ritmi, neve ecim bashkë. Mirë? Mirë, do them vetëm diçka. Yes. Mos e gjyko nga pamja. Po nga ta gjykoj nga zemra? Do ta gjykosh pas, do ta njohësh si banën. A me mua e ke? Jo, e kom Albana Kalimin. Me Albana Kalimin, okej, me mua, Albanën jo. Të negociata tani. Është hapi i parë, qëndrimi, që do e shihni te Max Bizi, edhe do më kuptoni. Hapi i parë. Okej? Mirë. Gota, kënaqësi që ndam eksperiencën bashkë, urime për juve që vendosni, juve që nuk vendosët, keni kohë që të merrni shembull të pisni këto pse vendosët, edhe le ta kapim atë gjë. Okej? Ju uroj një mbrëmje të këndshme, natën e mirë. Natën e mirë. Natën. Thank you.